Ministri i Mbrojtjes i Pakistanit, Khawaja Asif, shkaktoi një incident diplomatik me një postim në rrjetet sociale, ku e quajti Izraelin si mallkim për njerëzimin dhe një shtet kancerogjen të ngritur mbi tokën palestineze. Izraeli është e keqja dhe murtaja e njerëzimit, teksa bisedimet e paqes mbaheshin në Islamabad, ai kryen genocid në Liban. Qytetarë të pafajshëm po vriten nga Izraeli, fillimisht në Gaza, më pas në Iran dhe tani në Liban. Gjakderdhja e të pafajshëmve vazhdon e pandëshkuar. Shpresoj dhe lutem që njerëzit që krijuan këtë shtet kancerogjen në tokën palestineze për të hequr qafe hebrejt e Europës të digjen në ferr, shkroi Asif. Postimi u fshi më pas, por ai nuk shmangu reagimin e Tel Avivit zyrtar. Thirrja e ministrit të mbrojtjes të Pakistanit për të shfarosur Izraelin është e tmerrshme. Kjo nuk është një deklaratë që mund të tolerohet nga asnjë qeveri, sidomos nga një vend që pretendon se është neutral dhe arbitër për paqen, deklaroi zyra e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu.